A e dini që ka tifoz të Newcastle United në Kosovë? Përshëndetje, unë jam Lali Sinani, vipi i qytetit Vështrës, tifoz e Newcastle-it jam prej vitit 2000. Po qysh u bë Lali tifoz me këtë ekip? Rastisht duke pa një ndeshje të Premier Ligës mes Newcastle dhe Southampton, ato e lindin ndjenjat dhe dashnia e parë për klub. Si shkak e sulmuesit legjendar anglez Alan Shearer. A ja merr mendja këtij tifozi që Newcastle do të rikthehet tek titujt? Presim shumë, domethënë 2-3 vitet e ardhshme me lirimin e merkatës që tash na u hiqet në këtë vit, kemi funde edhe mendojmë se kena me shku shumë nalt për titull të Premier Ligës edhe më lart. A e ka në plan Lali që të shkojë të shikojë një ndeshje të Newcastle në stadium? Ëndra ime domethënë planifikoj edhe kam bërë rezervime domethënë gjatë muajit prill ose ndeshjen me Aston Villën si vendas do të jem prezent në St. James Park edhe një ëndër që shop shumë moti në fund prillit do të bëhet realitet. Çka e bën të veçantë klubin e Newcastle? E veçanta është e vet atij klubi, tash njerëzit edhe kanë filluar me sidomos sportdashit, njerëzit që dojnë futbollin anglez, kanë filluar me po një stadium që është stadiumi 5 më i madh në Angli, me kapacitet 55.000 shikues, me ata tifoz që mendën e po në ndeshjen e fundit, lidh historia, lidh treneri legjendar serb Bobby Robson, do me thonë mësuesi Mourinho's tash,